Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës të podcast. Sot, ndryshe prej episodave tjera, i kemi 3 mysafire, në fakt 4, edhe Pokin, 3 mysafire dhe 1 mysafir të vogël, shumë special. Me ne në studio është Maja, Jana dhe Roma. Ndërsa Poki është kjo që ne po e mbaj. Një maqok shumë i bukur. Për gjithë jo që dëshironi me pa Pokin, mund të ndjekni emisionin ton në faqen e Radio Kosovës. Përshëndetje vajza. Përshëndetje. Faleminderit që keni ardhur në emisionin podcast. Faleminderit që ju kemi gjithë. Atëherë, apo më tregoni ju, atë filloj me ty Maja. Okej. Maja Humolli, apo? Po. Maja, apo më tregon se qysh keni vendos me marr Pokin edhe qysh e keni gjetë, qysh ka fillu jeta juve me Pokin? Një herë, unë me mamin, unë dësha me blerë një matë, po mami së kalon edhe kena pas me marrë një të rrugës, po nuk e kemi mujtë me marrë edhe për një ditëlindje time, kur i bëna 8 vjeçare, mu shoku ima bleti mu një maqok dhe bleti dhe ai një. Po më duket se më ke tregu ka qenë Pio, apo? Po. E Pio, tash ai ka maqokun ende? Jo ka ngurët, mas 2 javë. Do më thonë vetëm Poki ka mbet, apo? Shumë maqok i bukur. Faleminderit. Atëherë Jana, apo më tregon ti, a i dërë ma shumë mocet, apo qenushat? Unë i du të tëtë, po pak ma shumë i du qantë. Apo, unë ndëgjova që ti në shtëpinë e re, keni me marrë edhe një qenë edhe një moce. Tregom se kur ishe qenë të në rrugë, vetëm një sekund, po ki ka shumë i gjallë. Po ki s'përrin me një vend. Shko dhe Roma. Po Jana, apo më tregon, kur ishe qenë në rrugë, qa me ndën ti mas po? E ndimoj, kur është verë, ja jap do ujë, pastaj, po du të me pos pa kujtes, po edhe ndimoj kështu. Bravo Jana, ti e shembull shumë i mirë për vajzat se qysh duhen me usill në raport me qend e rrugës, qend pastri. Atëherë, Roma, apo? Po. Roma, mundesh me më tregu se sa herë në ditë e ushqeni Pokin, edhe si për fillim tregom se sa herë e keni qenë në vizitë të veterinere të mjeko Pokin. A ka shkuar Pokin fillim të veterinere, apo Po. të mjeko? Po. Mi marr vakcinat e duhuna? Po. Super. Atëherë, Poki edhe është vaksinu, edhe i ka marrë ato hapa të çka duhet. Qysh ja ka tregu edhe veterineri. Po tregom diçka. Sa herë Poki duhet me hangër ushqim gjatë ditës? Sa herë ushqeni? 2 ditë. 2 herë, apo? Po. 2 herë ushqeni. Edhe çka jep një ma shumë me hangër? Se po duket që Poki pak e zitrash. Ma shumë të i përqen tricat. A jep një trica me mas? Apo qysh ju ka thonë mjeko? Qysh na ka thonë Niko? Okej, do me thonë 2-3 herë, apo? Po. Poki më zëcet! Poki! Ketu na ik, Poki? Fati që është dera mbyllën se ketu ik. Jo, Poki, jo, se këtu me bu me ik, mandej ku kena më gjetë? Ku kena më gjetë? Mundësh mu lëndu edhe prej qenve në rrugë, mundet edhe nëj makinë me të shkel, a duhet me pas kujdes, apo? Shumë kujdes. A mundën me mojtë se një herë, Roma ka mësu me thonë mjau, dhe një herë kena qetë dirën për me shku në shkollë në mëngjes, edhe tani kena pos dirën e shkollëve qilë, edhe tani a i ka shku, në këmë shku poshtë me gjitë e momi gjartë, edhe tani kër ka dhënë momi Poki, a i ka ba mjau edhe e kemi gjitë. Wow!
Unë gjithmonë kur shkoj te shtëpia e Rumës edhe Majës, gjithmonë unë me Rumën edhe me Majën shkojmë tek Poki edhe i kënojmë konga për moca veç. A ndëgjon Poki? A mendoni që kupton, se unë po mendoj që kupton? Po kupton, edhe na gjithë kur i thëna Poki ful, mami, ne, e thon mjau, edhe më duket se ndëgjon. Për gjithë ndjekësit, harrova me cek që Roma edhe Maja janë motra, ndërsa Jana është mike e Romës edhe Majës. Do me thonë është motra e tyre e treta, apo jo? Po. Atëherë, Maja po më tregon diçka se mami ju i më tregoj, po për mua është shumë e pabesueshme. Qysh e ka hap derën Poki? A na tregon që të historisë, shumë interesante. Një herë u kanë dera jon, apo den te jo e korridorit jashtë, po mrena e sallonit, edhe ajo kanë adin sa me vija, kështu është gjam edhe vija. Është gjami që shihet. Po, edhe tani janë se do vija që katror. Okej. Të bardha, edhe një herë është një koti atë e verdhë dhe ka hym kuti edhe veç ka kësi aty, ka provu me qel e tani kur ka arrit dhe së dërzu e ka qel, po tani një herë mami jam u kam të çokonatën edhe grunë e agjet tem edhe veç shipin tema ka marrë ose të motrës time edhe tani kam provu Ka arru qelsa. po veç shipin e ka marrë me karta edhe veç ka mendu mami se unë me motrën jemi kam flet. Al shojmë Pokin le të ecë nashta? Po. A bon Jana? Okej. Këtu. Shë. Vetëm le të ecë, le të rrin Poki, le të ndihet rahat. Tani Po? ka mendu mami se mundet me qil derën, sa atëherë u mësu me qil derën e sallonit, edhe veç ka thonë prit pak dhe ka thonë Poki ka fol, ai ka bë mjau, edhe ka shku te komoda, edhe veç ka shku te dera aty, edhe ka provu disa herë, po ka qel derën. Dhe një herë ne kemi pas qelsat, po kemi unë edhe disa fëmijë se mami ka kallzu që ka vedajet, shokun e babit tim. Okej, do me Edhe thonë... tani nuk kam besu ata edhe kanë bo atë me video edhe tani e ka qel derën. Do me thonë Poki e ka qel derën, apo jo? Po. Wow! Në përqëtësi Poki është shumë i dëgjueshëm, shumë i mirë. Po. Nuk lëndon, po ka një herë ko menu që... Nuk lëndon bësh kur dun ka qef pak, po jo. Veç Si e krit nuhat macet, nashta i ka- veç e nuhat erën tonë edhe të lepin. Po, Do me thonë Poki vetëm në formë të lojës, dënë me afru të jo. Po disa mysafir nuk e mirë presin, edhe jo me siguri e mbyll një Pokin, apo jo? Po. Edhe unë që ashtu të njëjtë Po tani këpë qel, nuk po dina qësh ka njerë dhe kur po hajmë drejt nuk po mujnë me lanë se e hanë ushqimin, E që është i qatine. damshëm, kur kam apo për ta. kur kam qenë 4 vjet ose 3 vjet, kemi qenë në mal edhe u ku një matë shumë e bukur, edhe pastaj unë me babin jena ullë në bare edhe një matë që na ka afru, edhe veç me neve rreke në lepike, mu më rreken pranë ma shumë të, më ka najtë veç mu, më ka dosht veç mu ma shumë, edhe kur ti shumë mocat edhe qanë që në rrugë të mërzitshëm, shumë dina keq edhe ka njëherë shkoj ndihmoj. O bre, a pishebre sa mirë, Jana. Unë mendoj që krejt fëmijët duhet me vepru si Jana, jo mi lëndu kafsht. Ata mjaftushëm kanë dhimbje, mjaftushëm kanë tërtura prej njerëzve të ligë në qytet ose në fshatra, kanë probleme për me ushqy, nuk mujnë me gjetë ushqim të mjaftushëm. Atëherë, gjithë cili prej neve duhet me ndihmu. Roma, kur do një medalje, edhe Pokin a doni me marrë me vete, apo Pokin doni me lonë në shtëpi? A kujdeset dikush për Pokin kur sjeni në shtëpi? Po, Kush kujdeset shpirt? babi. Okej, do me thonë babi kujdeset për Pokin. Po.
Edhe a do 1 milion ujtë mjaftueshëm, a do 1 milion ushqim që po kemi pas mundësi me marë vetë? Unë e kom pas dikun të jo që ja leni në një vend vogël, Po, I ka si 2 pjata. edhe për ujë edhe për ushqim. Po. Okej, do me thonë koka ma mirë, ma e menagjushme, po mendoj koka ma e letë, që poki si macë me ushqy vetë. O ndërsa unë që anë i temë kërja lua i hanë, sa do që ja qëta i hanë komplet edhe mo nuk ka aty për ma vonë. Ja qëti të në kohën? Okej. Atëherë, Roma, të regam edhe diçka. Se ti folje mas pako, po kam qef me ndëgju edhe mendimet e tua. Apo më të regan, kur delni, Roma, kur delni jashtë shtëpisë, qka, a mundeni me marrë në herë pokin, a është shumë i vogël për me qitë jashtë? Po mujna, po një ditë kur e kena qitë jashtë e parku, pak u mërthi edhe tash nuk pëqesëm gjithë. E qysh e ke vrej që i ka arë ftoftë? Se u trell ke tani. Ka qenë ftofta. Po. Do me thonë, Në që kena dosh me provu. okej. Nësi. Do me thonë e keni provu edhe nuk është që keni qef me qitë shumë jashtë. Asune nuk e kisha qitë, nëse kisha pas një mace, se kisha qitë shumë jashtë, se është pakës frikë me qitë jashtë, se më ndët me ikë. Nuk është sikur qentë, nështë ta këtu janë ma të shpejta macet, apo ju? Po. E të regam, a i ka prish, a ka tentu mi prish poke këto mobiljet në shpe, apo e keni mësu prej fillimet që poke nuk bën me u qysh me thonë, me u katri. Veç 2 sene I ka thy. Qa ka thy? Janë dishka se ja ka pru mamit një shoqe, Okej. edhe I ka thy të dyat. Nështë si pas kam pëlqy pokit. Atëherë, edhe një pytje, po më intereson se gjatë natës, poki kurren. Poki flan nga njerë me mu dhe me Roman. Nga njerë flan të shtrati vetë, po s'ka qef shumë, se është shumë aty nuk ka dritë edhe nuk ka qef, po është shumë flan me Roman, po nga njerë me mu se mami qete unë se Roma ka qef me lujt natën me pokin edhe ashtu. Kemi një karik të bankës time edhe atë ka qef shumë e flej. Dhe flen për funi krevet. Bravo. Të dhoma jonë, pse nga zemjes, pse është I vjen ti për nxet. Do më thonë, poki ka kritë kushtet, nëse dërë me flajt pakës ma nëzet, afrohet ofër krevatit ose nër krevat. Nëse dërë më një ma komode, hajde marim na macë. Po Kolina, s'ka, qërë, për edhe Jana për kop. Hajde, bravo Jana, edhe pse Jana pak ma shumë I të në qentë, po dhe macët I adhërën. A una pokin pran pak. Po shpirt. Moj, ti pokin qatë, hajde. Ka Bravo pëqesë Jana. po ka qef. Aj, ike. Hajde tonë. Poki po mendoj që poki është në një ambient shumë të ri, edhe po ka qef me këshyrë çdo cep. Edhe kur kena marrë, edhe kur ne kemi marrë pokin për herën e parë, I ka po do ambiente tjera, se aty ku I ka ble shoku im, u kanë ambiente ma I ngushtë, po kështu me kafe dhe ka pos aty dhe ma shoqe tjera të Mis motës. kanë qenë kushtet e mira, apo për me jetu poki? Kanë qenë po shumë u kanë gësht, tani u dash këtë mangë me një pjot, këtë ushqimin, ka pos shoqe kanë mujtë mu ngacmu. A ka qenë ai një vend ku blihen mace? Po, edhe qentë. Okej. Aty ka pos edhe qentë, aty qentë janë konë, nuk kam, është shumë keq aty pak, sepse aty u kanë vënë një kafaz, kanë kafaz normal, kështu. E kanë gjishëm qentë, janë konë të mdhaj, janë konë të dalë për kafazit, u kanë vënë një ushqim për këtë gati qentë. Edhe janë konë 3 kafazë, se janë konë 3 për qentë.
njëri u kon i shtirë sepse e kalon shumë në vend të ngushtë edhe kishin mujt aty ai mu formu i shtirë. Do më thonë kushtet ja kanë bo shumë të këqia, qeni për me koni mirë. E kanë majtë Po, shumë ngusht. Ka pas ushqim, i kanë rujt me ushqim kështu, po u kon ngusht. A pe kuptoj? Shumë pe kuptoj edhe kjo është shumë problemi madh, Maja, se që shërritën qenët edhe macet cilat i shesin janë kushtet shumë të këqia. Qysh edhe ti, si fëmi, e ke pa që nuk është në rregull, apo jo? Shumë ma mirë se ne e marrëm një macë, po mu ma ka dhinë shumë maca e shokët tim se ngordhi. Më duket mua se i kishte smuar aty. Ishte smuar aty, më duket mua. Ka që do më thonë e kam blet smut, apo? E kam blet smut se aty u smu. Qa ti ku pojtë se këte, apo? Dhe janë kanë dhe do macat e njëjta, janë qena ashtu të smura. Unë kam... Do më thonë ti edhe fëmi, Maja, dhe po e vrenë që vendet ku i shesin kafsh, ku i shesin macet, edhe qenët nuk janë kushtet shumë të mira. Ne kumba shumë mirë se shoku ma ka ble një macë, ka bëj shumë mirë. Veshjerën tjetër am premton që keni me adoptu, apo? Një macë prej rrugës. Unë kisha dorë, po s'munde me dy maca. Po i mirë, po. E kemi marrë një macën e pijat, kur jo kom për herën e parë, kemi shku të dojtë edhe aty janë bërë kështu që si kanë në ambientin e njëjtë, po tani kur kanë atë shtëpia jam mbaz në javë, po kanë shumë më i madh se ai dhe ja kam shumë. Unë kam... Do më thonë po ke ka shfrytzu që është ma i madhe dhe ka sulmuar. Jo, për ata, po kështë ka dorë se ka ditë se kishe na gena atë matë, dhe tash nashta i ka i notë se na jenë aty e prika to ma shumë, qashtë. Unë kam një mesazh për të gjithë ata që kanë kafsha. Me thonë, ne, ata që kanë kafsh, më kujdes për këta, ata se janë kafsht, janë sandet gjërat më të mira për njeriun edhe më dashna se edhe kur kur është një shoqëri shumë e madhe dhe nuk mundesh mi ik kafshëve së macave së qenë, unë nuk më i kurrë nëse jam me një macë se qenë shumë e ngjashme, nuk më mel shumë. Dhe me thonë, unë jem kun të një restorant, edhe gjithmonë kur kom shku atë, e kom pa një macë, edhe ajo jena bu një shoqëri shumë e madhe, edhe veç e preksha, rreke me mu gjithmonë, e kom ushqy, e kom jap gjithë shka, po një herë më ka hup, mandej i mërzit shumë, po i kom pyet ata të restorantit ku është maca, që se mandej kanë thonë që e hup. Edhe ty të pas ka mërzit shumë, do më thonë. Shumë ka mërzit. Jana, kjo ke një mesazh shumë i mirë për te e shpirt. Faleminderit shumë që ndove me ne dhe si histori. Ti ke pas qenë të mi, Kikën edhe Atën. Cili të pëlqen pak ma shumë? Edhe të regon pëse nuk të pëlqen joni, pëse të pëlqen tjetër. Pse Cili? Kiko. Kika ma shumë. Okej. Tash pak e s'ma prishe qefin. Po, edhe Atën e du. Okej. Edhe mocën time. Macën po se po. Atëherë pse të pëlqen Kika ma shumë edhe pse jo Ata? Pse Ata nga të më. Ata është pakës ma i shtirë. E ty, Maja? Unë i du dytë, po pak ma shumë Otën se më kujtuat kër në edhe disa me but dhe kam këtë kujtimet kër unë gjujsha me Otën, u knasha me Otën, edhe unë tash edhe Kikon e du, edhe ajo shumë i mirë, po ma shumë Otën, sepse ajo u kanë i dy që se e ki bleti për qenve, i pari u kanë... Kikon e kom adoptu? Kiko, Po. Okej,
e du se shumë kanë kur unë lujsha me ata, shumë ditë janë kanë kur unë lujsha, edhe më kujton një herë kur unë me ty edhe me otën kemi dalë në park. E për ty Jana, cili është më i mirë? Edhe unë të dy tu, po pak më shumë edhe unë po, se nuk e di pse, po shumë është si gjallë, si nuk e di, veç shumë i dashëm. Ato është shumë i dashëm edhe shumë i gjallë. Është i dashëm, Pra nga ti. një herë jenë, po nuk është për ashtu të full me nisi, ma të me bë mjau, e njëjtë. Vësa e ka gjuhën e vetë, ne e kemi gjuhën tonë, ma të ka gjuhën e vetë, këtë e kanë gjuhën e vetë. Atëherë, am të regoni Jana e japin një mesazh për fund, për qënd, qysh duhet me ndihmu, kur ishe në rrugë. Atëherë am të regoni, po ja fillojmë prej Romës. Roma am të regoni, për shambull, ti kur ishe një qenë në rrugë, qysh e ndihman, qa të shkon mendja me ndihmu? Qa i kishe thonë fëmijëve tjerë, qysh duhet me bo ata, qysh duhet me vepru ata, kur e shohin një qenë rrugë? Një qenë është pa përkujdesje, pa familje, është i vetëm në rrugë. Duhet me marë, pse edhe ai pak është ftoft, edhe shumë rëdhjet, edhe tani duhet me marë, pse edhe ai duhet me pas një familje, se rrugë është shumë ketë, se vjen shumë shi, dhe mundet mu vra, mund me shkel kerët, dhe muna me marë që shpia, me parstru, me qute doktori, me ha vaksinat, dhe tani bat Pjesëtari familjes. Bravo Roma. E ndërsa Maja? Veprime më e mirë ishte qenë nëse njerëzit e kishin marrë në shtëpi, po ne nuk mundemin, nuk do njëherë s'kishim mujt, sepse ne kishim pas detyra, obligimet e tjera, po ishte qenë mirë dhe të japëm ushqim, të i thonë dikujna, a mujna kur do me adaptu, kështu tjere. Bravo. Këto kënë mesazhet më të mira që i kemi marrë në herë. Atëherë vajza, faleminderit që ishit pjesë e episodit podcast, edhe shpresoj që edhe herave tjera, kur jo e merrni ndonjë mace ose ndonjë qenë, keni me qenë mysafire e ciklit arshëm. Mirëpafshim djegës e Radios Kosovës. Bye bye.